Kur thuhet që je non, do më thonë veç një farë forme edhe të paragjykon ose nuk më ka ardhë mirë kur e kom dëgju për një profesorit tashma është i pensionum, po, se femën më konë gjithmonë, po. Ka marrë parasysh drejtimin këtë rast paragjykimet vinë veç pëse fakti është të qenurit. Ka pas, po në anën tjetër kur gjithmonë e kom përmenë se është një farë të shoqëria jonë që gjithmonë gratë do të me bindje me thonë ato që pedin, nuk guxojnë me gabu korë. Do më thonë me gabu nuk guxojnë. Do të me qenë me bindje të plot, me seriositet, edhe me kom gullshmëri që argumente do më thonë me pas bazë të madhe, edhe me qenë konsistente në punë. Edhe atër kur e mbrinë që atë rezultat që 3-4 herë ke dëshmu, atër e ki një vend të pa shmangshëm në shoqni, sidomos të inxhinierisë. Edhe ato faktikisht kom rrime me pas unë për veti, unë mendoj të paktën, nuk është mirë nashta me po hipoteza, po unë mendoj që e kom arrit, kështu që çdo shoqni mendoj që një farë forme teston gjithçka, jo vetëm për shkak gjinisë, po në fushat e ndihshme si që janë mjeksi, inxhinieri, këto që nuk guxon shumë me gabu njeri, arkitekturë ose të gjitha shkencat, do të më dëshmu që vërtet ki do më thonë seriozitet e matur me qenë. Pa tjetër që po. Tani, më trego pak për tregun e punës në fillimet, po themi, pas studimeve, si kanë qenë. Dhe normalisht tani mund të bëjmë edhe një dallim me disë asaj kohë dhe të tashmes. Po, fakt, unë jam gjenat 97-98, para luftës kërë kom regjistru fillimisht elektron, ku krejt studentat e moshatarët e mi kam pas drejtimet elektroteknik, juridik, më do këtë mjekësi edhe diçka ekonomik, si që e gjenerata jamën. Edhe s'kena pas shpresat punësimit kërkon. Dhe më thonë, shpresat e punësimit e ke pas veç nëse ndohë diçka një mrekulli. Pas luftës kanë ndryshu shumë gjanat, po ju në fillimet e saj, unë pas taj kom edhe studiu e jashtë, edhe kom shiqu me gjithë punë, me projekte fillimisht gjatë sezonave verore, fakti që e kom njoftë gjuhën gjermane dhe gjuhën anglezë më kanë ndihmu shumë, edhe disiplina në punë, kur kom fillu me GTZ-n, fillimet e mija 2000-2001, kur punojsha punë sezonale, fillimisht e kom pasë 9 muaj para se me shku në studime, një punë që asistente administrative e projektit në ka qenë Bardhe Mirash Minjera, që dhe më thonë në KEK është bërë trajnimi i ekskavatorve të rinë. Dhe më thonë para luftës nuk ka pas ekskavator trajnu. Dhe më thonë njerës të cilit ngasin ekskavator që me gry të ngjillin edhe me ditë shtresat e të ngjillit si gryën për mes ekskavatorve, që pastaj më ka motivu edhe ma shumë që me hyjnë këtë fushë, më ka shty faktikisht që çdo sezon pastaj më marrë me këtë lloj punësimi sezonal, edhe më ka ndihmu normal edhe në karrierë tem. Kom punu në projekte të shkurtra që ka qenë integrimi i të hujve nga jashtë, që ka qenë në fakt sfidë. Derisa kom bo hapin më pranu në zyrën e rregullatorit për energji, ku aty fakt kom punu 13 vite, 13 vite si eksperte për energji termike. Edhe aty ka qenë koha e punësimit 2007, kur fillimisht sektori energjisë ka qenë shumë i pazhvillum me thonë atë aspektin çmimeve, tarifave, të rregullimit, gjithçka ka qenë e re, dhe më thonë për krejt stafin, edhe për Kosovën, pranimi i Kosovës në akuj komuniter, dhe më thonë gjitha që ato ngjarje i kena te kaluone dhe kolegët e mi të asaj kohe, tash e kanë, dhe më thonë, gjitha ato obligime fakti kanë ngërthy edhe Kosovën dhe edhe në ditët e sotme, kështu që ajo ka qenë fillimi që ndoshta nuk është e mirë me ne qatë gjatë me një vend punës, për sektorin energjisë do të me pas ma shumë që është me thonë opcione, po fatmirësisht tash në kohën e sotit ka, për çka edhe unë edhe je kom qu zyrën rregullatorit, jem dorë si konsulente me MCC-n.